miq, do të flasim për konfliktin, luftën në lindjen e mesme, e cila mbylli thuajse muajin e parë dhe gjasat janë që të vazhdoj sërish. Fundi i konfliktit duket ende larg, pavarësisht 10 ditëve pra shansit të dytë të pushimit që dha presidenti Trump. Në krahun tjetër, Izraeli vazhdon bombardimet, por se çfarë do ndodh më tej për skenarët e mundshëm, do të zhvillojmë një bisedë me zotin Driton Tali, ish deputeti i Konventit të Kosovës, njohës i çështjeve të mira të gjeopolitikës, i cili prej disa vitesh jeton pra në Angli. Zoti Tali, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit për ftesën, i përshëndes të gjithë ata që do na përcjellin. Faleminderit ju. Zoti Tali, për ta nisur me një pyetje direkte, sepse sigurisht janë të ndarë njerëzit në dy qëndrime, por ju si mendoni, SBA deri tani e ka humbur luftën për te retorikës së Trumpit dhe lojrave me fjalët? Po të është varën nga cila perspektivë po flasim, sepse për dhënë edhe një jo ndim, po fakti që edhe J.D. Vance, sipas mediave, ka pasur një shkëmbim fjalësh dhe me tonet larta me Netanyahun, që e ka akuzuar që e tërhoqi presidentin në një luftë që nuk doli ashtu sikur pritej, do të thotë që SBA-s i doli diçka pa parashikueshme. Po shiko, aty desha të vi. Ka shumë tregu ka furnizohet me shumë informata të ndryshme, sepse tashmë ka interesa të ndryshme. Pra është ajo lufta mediale në SBA mes demokratëve dhe republikanëve, për shkak të këtyre zgjedhjeve kuvendore që i kanë atje parlamentare, midterm, për kongres, kongresi është parlamenti i SBA-s, për shikuesit që nuk janë familjar me sistemin politik të SBA-s. Dhe sipas sondazheve, Trumpi është ka çalon aty, ka një rënje. Dhe kjo është propaganda fushata e demokratë. Pastaj kemi këtë informatat që i plason Rusia, Kina për interesat veta. Pastaj kemi informatat që i lanson Irani për interesat e veta. Pastaj edhe islamistët dhe këto grupet radikale fetare, edhe krishteristët në anën tjetër, pra është bërë një kogja lëmsh i informata, prandaj duhet të lexuar shumë për të marrë një qëndrim personal. Duhet të lexuar shumë për të marrë një qëndrim personal, po Irani u ka rezistuar prej vitesh embargove edhe sanksioneve, ndërsa sapo nisi bllokimi i ngushticës së Hormuzit, SBA-ja bëri një hap pas, duke dhënë fillimisht pushimin 5 ditor, pastaj 10 ditor, pra duket sikur SBA-ja që po kërkon fundin e luftës. Pra fakti është perceptimi nga jashtë, nga një pjesë e analistëve dhe atyre që i pasqyrojnë dhe i ndjekin më mirë dhe i njohin çështjet e lindjes mesme. Po shikoni, atë që mund ta bëj të zëm ta bëjnë mullahat në Iran, apo dinin në Rusi, apo dikush në Kinë, tash mos përmendje emra, asnjë president i SBA-s, as i Evropës perëndimore nuk mund e bën, sepse nuk e kanë atë fuqi në shtetet e tyre. Prandaj unë thash se tash është ajo fushata mes demokratëve dhe republikanëve për ta dominu kongresin, sepse është shumë e rëndësishme në skenën politike. Kushtet që fiton kongresin dhe senatin, është një pjesë që lidhet. Ka gjasat zakonisht i fiton në zgjedhjet presidenciale. Kjo është ajo se çfarë po ndodh në Amerikë, kjo është edhe lajmet të cilat i marrim nga CNN apo qoftë ka ana tjetër. Trumpi nuk besoj se është i shqetësuar se kush do jetë pasardhësi i tij, sepse me atë që kemi parë deri tani atë intereson çfarë do ndodh deri ditën që do jetë ai. Ai mbase jo personalisht, po partia e tij po. Dhe këta që janë afër tij, siç është Venci që e përmendë, Rubio, natyrisht se kanë janë tri, kanë karrierën e tyre politike përpara dhe natyrisht se janë shumë të brengosur me rezultatin e bombardimeve të Iranit.
Pra, por mos harojmë se kur thua se fitoj apo fiton Irani, me çfarë kosto? Sepse ushtarakisht pothuajse i gjithë potenciali i është, mos them shkatruar, po i dëmtuar seriozisht nga këto bombardimet. Pastaj, mos harrojmë se nga 28 dhjetor filluan protestat në Iran, shoqërisë iraniane, pra nuk ishin vetëm se protesta kundër Shamis apo kundër si të thënë regjimit strikt fetar, por ishin edhe kundër gjendjes ekonomike, pra ishte një protest gjithë popullore, të shtresave të gjitha të shtresave të shoqërisë iraniane dhe ato protesta. Zotari, edhe diçka, po mundet hajdeni pak më këtej, sepse nuk e di sepse ndonjëherë më shkëputet zëri. Ndoshta mos e ka nga distanca. Mund t'jetë edhe ajo. Pra, varet se si e definojmë. Pra mund t'jetë një fitore edhe si e Piros, po ta themi në jargonin tonë. Unë si e gjykoj, mendoj se Trumpi do ta edhe ashtu deklarua sot Rubio se lufta do të zgjatë në javë e jo muaj, do të bombardojnë edhe disa javë, do të dobësojnë seriozisht regjimin, fuqinë ushtarake, dhe pastaj do t'ja lënë qytetarëve të Iranit që nëpërmjet protestave ata vetë ta ndrojnë sistemin. Unë mendoj se kjo është strategjia, tash të shohim. Por nuk e kuptoj pse deri tani vendet e gjithë nuk është se janë përfshirë në konflikt, nuk ishin ata që është në Shtetet e Bashkuara në këtë luftë, por pse po i kërkojnë që ta vazhdojë këtë luftë? E kam fjalën këtu për princin e Kurorës. Po shiko, ekziston një ndarje e moçme mes shteteve muslimane. Keni parasysh Irani nuk është shtet arab. Janë persian, pjesë e madhe e popullatës janë azer, ka edhe kurd, pra janë jo arab. Popullata arabe në Iran është 1% e vogël, 2-3% base. Dhe i takojnë sektit Shia. Pra është dominanca për lindjen e mesme, gjitha këto shtete janë të pasura me naftë, pra posedojnë petrodollar, dhe kjo është e tëra, kush po e dominon lindjen e mesme. Keni parasysh Arabia Saudite, në Arabia Saudite sekti zyrtar është vahabizmi, pra nga ajo besatimi i 1744 në mes të Muhammed Abdul Wahab dhe Muhammed bin Saudit, ajo marrëveshje në vazhdimsi është respektuar familja Saud, pra e ka patur skenën politike, kurse familja e Abdul Wahabit, El Sheikh, e ka patur këtë pjesën fetare, nëse s'gaboj vetëm se Bin Bazi ishte miftia që nuk ishte i familjes së pasardhësi i Abdul Wahabit, edhe pse natyrisht është njëri nga dietarët e çmuar dhe habi në botën islame. Dhe këtu është problemi. Arabia Saudite është lidere e gjirit të tjerë botës arabe, edhe përka i popullatës, pra dhe ka fuqia financiare, u pa në Yemen, në Huthit, të cilët janë në anën e Iranit, dhe sot për herë të parë, kështu për koincidencë, sulmuan Izraelin Huthit. Po flas për këtë kohën e fundit kur filluan bombardimi i Iran. Prandaj bota arabe atje nuk është një kolorit, ka shumë gjyra, ka shumë interese, andaj edhe kjo sjellje duhet kuptuar. Pastaj kemi edhe Turqinë, e cila gjithmonë ka pas ambicie për të imponuar në botën islame nëpërmjet otomanizmit,
por edhe një farë qasje të çuditshme ngrehet Moskvut. Por në këtë rast ka qëndruar shumë ftohtë edhe nuk është përfshirë. Jo dhe aq, sepse zyrtarisht është neutrale, por është shumë aktive në propagandën pro-iraniane. Mes dy zgjedhjeve, ose Irani ose Izraeli, ndoshta i ka mbetur ajo. Po edhe në Izraelin e ka pas një dyftyrsi, ka pas erdho gjithmonë sulme, them kështu verbalisht, por nga ana tjetër ekonomia ka vazhdu, bashkëpunimi ekonomik ka vazhdu sikur madje edhe me ngritje të bashkëpunimit. Jo sikur më parë, po madje edhe me ngritje të bashkëpunimit në ekonomi. Prandaj jo gjithçka çfarë deklarohet që atje edhe realizohet. Kemë të bëjmë me një mënyrë të bërjes së politikës kështu. Ndoshta momenti vetëm i zvërtetës në këtë konflikt është kur u mbyll ngushtica e Hormuzit, pasi preku çmimet, preku gjitha qeveritë, edhe kjo mund sitë edhe rrëzimin e tyre dhe kaos në Europë. Kështu që për këtë arsye ndoshta u detyruan për të bërë një hapas. Shiko, unë mendoj se kjo ngushtica do të hapet për shkak se do të intensifikon përndryshe sulmet. Besoj që në interes të Iranit është që edhe të Iranit, edhe të kësaj klase sunduese atje është që luta të përfundoj sa më shpejt, po edhe në interes të Trumpit është që luta të përfundoj sa më shpejt që ai ta shpall si fitore në këtë fushatën elektorale që ka filluar tashmë në SBA, dhe të stabilizohen çmimet e naftës, po edhe në interes të gjithë globit. Prandaj unë pres shpejti që të ketë një zgjidhje të këtij konflikti, po ajo që si shqiptar, sidomos i Kosovës, tregoj se edhe një herë që BRICS-i nuk ekziston, domethënë nuk ka BRICS në kuptimin e një formacioni të fuqishëm. Aty janë disa shtete që aktorojnë një organizimi, shtetet të cilat kanë interesa të kundërta ndaj njëra tjetrës, domethënë që dikur jo larg ishin madje edhe në konflikte mes vete, mendoj këto tri shtetet më të fuqishme, Rusia, Kina dhe India, të cilat kanë probleme territoriale mes veti. Dhe ky është një si them kështu lajm i mirë për Ballkanin, për kundërshtarët e Unionit Evropian, sepse ka vite që Rusia, sidomos pas fillimit të luftës në Ukrainë, pati zhvillu narrativën se Unioni Evropian do të shkatërrohet, sidomos me si shembull Britaninë, daljen e Britanisë, pra Brexitin, si ilustrim, nuk e dini që sot, nuk e përmend se e di shumë mirë, po që sot po të bëhet edhe një referendum për të futur Britania në Unionin Evropian, apo jo, rezultati do të jetë edhe më i madh se që ishte përdalje. Është konkretizuar me që dolëm këtu ky referendum për të mbajtur? Po tashti unë mendoj se shpejti bëhet edhe një herë, sepse zërat pro Union, pro Europë janë ngrit, sidomos në aspektin e mbrojtjes, për shkak të vështëmërisë së madhe ndaj NATO-s, dhe Trumpi sikur i edukoi, i disiplinoi shtetet evropiane se ju jeni një kontinent, neve na dan deti, bënja një qarën vetës, mos pritni nga SBA-ja, që keni pritur deri tashti. Dhe pse të zhvillojnë të gjitha industritë ushtarake, shtetet e Unionit Evropian, kur
munden të ndajnë resurset, komsërin, dikush detin, dikush çka di unë atje aviacionin, dikush raketat, dhe pastaj ti bëjnë bashkë. Është më mirë se sa secili për vete të i zhvilloj këto. Pra kjo është pak a shumë filozofia. Britania mund të kthehet në Bashkimin Evropian, por NATO vështirë që ndoshta mund të... Jo, mendoj se edhe NATO-ja, NATO-ja më shumë i ka shërby SBA-s, natyrisht i ka shërby edhe... Është ajo që e ka mbajtur në fakt. Po asaj ka shërby më së shumti. Gjatë luftës së ftohtë, sepse ajo ishte superfuqi, Britania me luftën e dytë e hupi rolin e superfuqisë, i dorëzoi të gjitha kolonitë të cilat i pat, disa i mbajti, disa më herët, disa më vonë, me disa të vogla që i mbajti, nuk me kriju Commonwealth-in, e ka kriju, por Commonwealth është më shumë kulturor se sa ushtarak apo ekonomik. Dhe atëherë kur t'jesh superfuqia kryesore, sigurisht se alianca të shërben ty më shumë, sepse Rusia, po Bashkimi Sovjetik nuk e synonte Gjermaninë apo Holandën. E synonte SBA-n, shumë kuptueshme rivaliteti mes të ndajve. Zotali për Presidenti i Radhës besoj se do të kthehet në origjinë në timin e NATO-s, pra do të... Nëse do jetë, po tjetë Rubio, ndoshta po tjetë JD Vance, ndoshta mund shkoj edhe për te asaj që... JD Vance ka qenë një nga kritikuesit më të mëdhenj të Trumpit më parë. Kështu që edhe JD Vance do të... Po kthehet edhe ai në origjinën e përpara se shkonte tek Trumpi. SBA-ja nuk është një shtet që mund të dominoj u pa me Trumpin, një person impozant, por që si them kështu, hisedar të shumë në SBA e neutralizojnë. Kemi korporatat të mëdha, kemi shoqëri civile shumë të zhvilluar, kemi parasysh është dikun gjenerata e 8 apo e 9, e edukuar në demokraci. Dhe nuk është lehtë t'ja ndrosh paradigmën kulturore. Prandaj unë besoj se me skadimin e Donald Trump, po marrë parasysh se kush do ta fitoj presidencën, SBA do të kthehet në rrënjët e saj. Zotali, për ta mbyllur me lindjen e mesme, me situatën aktuale, me këtë panoramë që është tani, i shkon për shtat apo jo planeve të Izraelit? Me frenimin e SBA-s të kam fjalën. Izraeli mendoj se e realizoi qëllimin e vet, për ta dobësu shtarakisht Iran nëpërmjet të SBA-s. Kështu që në Izrael 10 milionësh, ndonëse asnjëherë nuk e kanë bërë publike, po as jo publike, ambicien për ta kushtuar Iranin. Nuk ka ambicie Izraeli më shumë në mbi Iranin. Mendoj se kaq ishte ambicia e Izraelit ndaj Iranit. Irani do të ketë fuqi për këra qoftë Hamasin, qoftë Hutit, qoftë cilën do fraksion terrorist apo njësi organizatë ushtarake që ishin aktiv Izraelit, andaj unë mendoj se me kaq e përfundoi. Ndërkohë që për atë që kemi folur më pak gjatë gjithë kësaj kohe të gjithë, jo vetëm ne, ka qenë Gaza. Çfarë bëhet tani atje? Unë mendoj se me Gazën e kanë përfunduar. Izraeli mendoj se më tutje s'ka dhe ku çfarë bën, sepse edhe tashmë e ka tepruar me dhunë në Gaza. Tashti se si do të rrimë këmbët Gaza, shohim
sepse për njëherë bota është e koncentruar në Iranin, sigur e ka harru bazën. Ekziston edhe plani i presidentit Trump, të shohim, por nuk besoj se do të ketë më luftime, sepse s'ka me të kush me kë me luftu. Zoti Tali, ndërkohë që nga gjithë kjo situatë, Rusia është ajo që ndoshta ka përfituar më shumë, si në aspektin ekonomik, pas krizës energjetike me ngushticën e Hormuzit, por edhe për avancimin e saj në Ukrainë. Fundi që duket shumë lart, po ka i kohë merret me të. Jo, domosdoshmërisht, s'di sa e keni përcjell këto ditët e fundit, Ukraina i ka sulmuar rafinerit, i ka sulmuar depot e naftës, portet me dron dhe i ka shkaktuar goxha dëm e Rusisë. Po vija e frontit besoj se nuk ka lëvizur. Nuk ka lëvizur. Domethënë diku mbi 40% 20% të territorit. Potencialit e ka potencialit mendoj për eksport naftës, ja ka shkatëruar Ukraina sipas një artikulli që e lexova në Financial Times. Ata besoj se është për të besuar. Kemi parasysh. Revista është realisht gazetë, është serioze. Prandaj gjithat nëse s'ka ishte diku $750 milion, fillimisht filloi të fitonte Rusia që ngriti alarm në Evropë, në Ukrainë, sepse Trumpi ja uli ato embargon, ja zbuti embargon për ta furnizu premium global me naftë, atëherë kur Irani reagoi me sulme ndaj tankerëve të naftës në gjirin persik. Por Ukraina ju kundër përgjegjësh me dron, kështu që në kuptimin e përfitimit Rusia nuk ka përfitim. Për më tepër, sulmet që ju bën Ali Khameneit, që vrasja e tij, sikur ja ka fut frikën Putinit, ai ka filluar të tërhiqet nga daljet publike. Pastaj interneti është ndalë, dikun është ndalë tërësisht, në shumë vende është kufizuar tmerrsisht. Kështu që ta shohim sa do të zgjas Putinit. Për mua, si kosovar, unë jam shumë më interesuar se çfarë po ndodh në Ukrainë, për shkak se Putini përkra Serbinë, pra Serbinë e Vučićit, se sa çfarë ndodh në Iran. Damin lufta në Iran na ka bë, për aq sa mundet na bëj, është ngritë çmimi i benzinës gjithandej, më shumë nuk mund na bëj. Gjërsa humbja e Putinit, dërzimi i Putinit, shumë çka do të ndryshojnë. Sipas të gjitha gjasave, konflikti do vazhdojë të jetë ngrirë aty dhe kjo ngrirje e konflikti normalisht që do ta mbajë dhe Ballkanin pending. Pra do jetë gjatë gjithë kohës. Unë nuk besoj, sepse Putini para disa dite, nëse s'gaboj 2 dite, apeloi të oligarkët rusë që ta japin më shumë taksën, ekstra taksën për ushtri, sepse shpenzimet janë shumë të mëdha dhe Rusia nuk është, buxheti rus i momentit nuk është në gjendje me mirëmbajt apo me financu luftën në Ukrainë. Zhvillimet janë të shumta, por po them këto grupet e tona fetare, islamistët shqiptarë dhe po edhe krishteristët që i kemi atje, qoftë në Kosovë, qoftë në Shqipëri, sikur më shumë po i japim rëndësi luftës në Iran sesa në Ukrainë. Sepse ka zhvillime në Ukrainë, ka zhvillime shumë interesante, sidomos për Kosovën, por edhe për Shqipërinë dhe Maqedoninë, pra gjithku ku janë shqiptarë dhe serbët, sidomos. Por, pra, gjitha zhvillimet e fundit si na prekin atje, për gjithë ata që
e kanë humbur vëmendjen nga Ukraina dhe i kanë drejtuar sy më shumë nga lindja e mesme nga xhepi. Po janë sulmet me dron, në Volgograd rafineria shkatruar tash, Ilski rafineria shkatruar. Pra këto që i përcjella dje dhe pardje në këto media britanike. Saratov rafineria shkatruar. Pra pastaj kjo apeli i Putinit deri tash nuk e ka bërë një gjë të tillë, që oligarkët, sidomos këta të cilët janë të involvuar në tregun e naftës, të paguajnë një taks ekstra nga të hyrat e tyre për shtri. Domethënë gjitha këto zhvillime tregojnë se Putini financiarisht nuk e ka larg për të dorëzu. Pastaj kjo fobia e tij, friga e tij, përheqja nga opinioni, Mund t'jeti treti pas Maduros dhe Ayatollahut. Ndalja e internetit, domethënë të gjitha këto që tregojnë psiqikën e Putinit, psiqikën momentale mendoj. Po atë momentin se si ai ndihet, aq jo i sigurt. Këto janë lajme të mira, po them edhe një herë për Kosovën, edhe pse në Kosovë fare nuk po debatohen këto, më shumë janë ka çajin për gazën, për Iranin, si dhe që tjetë. Zoti Tali, për aty do ta mbyllim Ballkan dhe sidomos për në Kosovë, zhvillimet e fundit sigurisht ju i keni ndjekur, kriza politike, e njihni, e ndiqni, arrini pra sigurisht edhe të parashikoni çfarë deri ku mund shkojë duke njohur palët, por kemi pas një takim të kryeministrit Kurti me presidentin Macron, Vučić, ju i keni dëgjuar, besoj, jam i sigurt edhe dy skenarë që ai tha çfarë do të kërkonte Kurti Macronit, pra heqjen e KFOR-it edhe dërgimin e ushtrisë në veri dhe mos përdorimin e armëve franceze që ka blerë Serbia kundër shqiptarëve. Të gjitha zhvillimet si flasin, si jemi në raport me Serbinë për momentin? Shiko, Vučići ka probleme të shumta të mbrëmshme atje. Her pas herë është tamam një politikan i krijuar në fund vitet 80 dhe 90, që përdorin shpesh dezinformime. E lexova deklaratën e tij se si ka informata nga rrethi i ngushtë i Kurti. Pra janë këto broçkullat që përdoren në Ballkan për të fut atje përçamje, nuk është se ka atë informat, por ajo është common sense, është diçka Kurti nuk do të kërkojë nga jo Kurti, po cili do kryeministri i Kosovës nuk do të kërkojë diçka tjetër nga cili do lider i Francës. Jo të nga Macroni, po kushdo që të vije, pos gjërat e cilat janë të interesit të sigurisë në Serbinë, sepse vetëm probleme kemi atë, në kuptimin e ekzistencës. Gjithasaj përket në lojrave politike, mendoj se do të shkojmë edhe një herë në zgjedhje, dhe këto do të jenë zgjedhjet e fundit. Unë po e shoh si një eksperiencë që po e marrim, nuk na është dasht, sepse këto eksperiencë i kemi pa historikisht të shtetet tjera, si është ajo, njeriu i mençur mësohet nga gabimet e të huajve, kurse të dallaj nga gabimet e vet. Aty po shihet jemi në këtë grupin e dytë, po duhet mësu nga gabimet e tona, jo nga gabimet e tjerëve. Po ja që, këto po e shoh si një kështu për kurvën e mësimit, learning curve, thonë anglisht, apo experience curve, sa më shumë që të gabosh mëson më shumë. Zgjedhjet mund të jenë fund majit, apo fillim të qershorit, dhe besoj që çfarë do rezultati që të dalin nga ato zgjedhje, qeveria radhës do të jetë si koalicioni partive të cilat
do të kenë numrin e nevojshëm edhe për ta zgjedhur presidentin e Radhës. Apo presidentën e Radhës. Zoti Tali, dhe diçka kam, Vjosa Osmani, ku e shikoni pas skenarit që ju thatë të zgjedhjeve të reja? Po ajo është produkti i LDK-s. Mund të shkojë në LDK, mund të nisë një lëvizje të sajna, një organizim të ri. Këto dy mundësi i shoh te ajo. Edhe pse kjo e dyta është më sfiduese, por më afatgjatë, më mendja më qelluar. Se sa të kthehet në LDK, ku ka shumë hatërmbetje. Sepse është dalë në mënyrë si është dalë dhe natyrisht se ka hatërmbetje, ka inate e tjera. Zoti Tali, unë të falenderoj shumë për bisedën, ishte kënaqësi për çështjet që diskutuam dhe zhvillimet, sigurisht me fokus rajonin, po edhe atë që ndodh në gjeopolitikën dhe ndikon tek ne. Sado që ne të vegjël jemi këtu, po zhvillimet e mëdha atje kanë sjellë efektet edhe këtu. Te jam mirënjohës shumë. Ishte kënaqësi si gjithnjë, po tash jemi pjesë e fshatit katumit global, sado që të jemi të vegjël na prekin edhe neve këto gjëra. Ishte kënaqësi, përshëndetje të gjithë atyre që na përsollën. Të falenderoj shumë unë edhe të uroj